Jemi sërish bashkë të ndëruar shikues, jemi gati të zhvillojmë edhe bisedën e radhës, si që paralajmërova, do të flasim në vazhdim për galerinë kombëtare të Kosovës, do të flasim për programin për familje, për programin për edukim dhe projektet që janë aktualisht pjesë e agjendës e galerisë dhe ato që do të futen shpejt, kështu që kam kënaqësinë që t'jem e shoqëruar në studio me Vlora Hajdini Ajrullau, koordinatore e edukimit brenda galerisë. Përshëndetje Vlora, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje. Mirë si u gjeta. Mirë se na erdhe edhe Rina Gosalci, edukatore e artit. Përshëndetje, Rina. Përshëndetje, faleminderit shumë për hapësirën, ju tregu pak më shumë edhe për programin që ka jemi të bëjmë. Faleminderit shumë kënaqësi që jemi bashkë edhe do doja të nisim pak flasim pikërisht për rihapjen e objektit kryesor të galerisë, pa ata rastin që të jem aty pjesë e programit për familjen bashkë me fëmijët edhe shijojmë shumë çdo herë kurdo që organizohet, kështu që vërtetisht bërë një punë shumë e mirë, është ofruar qytetarit të Kosovës të përgjithësi një galeri e mirëfillt që mundet me parë dhe me kalu një pjesë të ditës, kështu që flasim pak pikërisht për këtë pjesë, është e rëndësishme që tjetë një vend i tillë brenda kryeqytetit. Po, rihapja e galerisë filloi edhe me ekspozitën e koleksionit, jo të gjithë njerëzit jetojnë në të tashmen e njëjtë, të kuruar nga Hana Halilaj, por boni edhe rihapjen e galerisë kombëtare të Kosovës, mas renovimit, fatmirësisht qëndroi veç një vit në renovim, zgjati renovimi veç një vjetë dhe është kryu një hapësirë e re, ku është depoja për vendosin dhe ruajtjen e koleksionit kombëtar. Ndërsa hapësirat e tjera që kanë qenë veç ekzistente më zgjeru, sigurisht është rregullu klimatizimi i duhur, mandej kemi edhe ashensorin që përpara s'ka ekzistu, kjo është shumë e rëndësishme sepse deri tani s'ka pas qasje për personat me aftësi të veçanta të kalojnë në katin e dytë, ose qysh me thonë kati i parë për përdhejsës, për me i pa ekspozitat që kanë ndodhur në ato hapësira lartë, kështu që kjo është që edhe për programin e edukimit neve që i presim vizitorët edhe ndikon shumë mirë, sepse neve na ka ndiku për para që s'kemi mujt me qenë krejt gjithë përfshirës në programet tona ose në pritjen e vizitorëve. Për ndryshe është tash kënaqësi me punu në hapësirat e reja, kënaqësi me prit vizitorët. Vizitorët vinë jo veç me pa ekspozitën, tash vinë me pa edhe ndryshimet që kanë ndodhur në galeri. Këto është kurioziteti. Po flasim për programin e edukimit. Çka konkretisht është ky program brenda galerisë? Galeria Kombëtare e Kosovës programin e edukimit e zhvillon tash sa vjet. Ka ekzistuar edhe më herët, po cop, nuk ka qenë një program që ka qenë duke u zhvilluar në vazhdimsi. Ka vite që programin e bëjmë pothuajse çdo muaj, ose duke u përshtatur në kuadër të çdo ekspozite, temës e ekspozitës, e dizajnojmë edhe programin e edukimit. Ka një vjet sa ndoshta që veç kemi fillu zhvillimin e programit për familje, pjesë të cilit Rina veç ka fillu angazhimin e saj në galeri, si edukatore në projektet për edukimin, edhe programi për familje ka mundësu që vikendeve me i kalu fëmijët me kujdesarët ose prindët e tyre disa orë në galeri, në punëtori krijuese, me pa ekspozitën bashkë me prindët e tyre ose kujdestarët e tyre, mandej me punu diçka bashkë dhe kështu qastet në galeri ose që ato orët me qenë frymëzuese për ta, edhe presim që këta vizitorë, se këta pjesëmarrës të vegjël, me qenë në të ardhmen vizitor potencial të ekspozitave në galeri. Edhe pse jo autor të ekspozitave të radhës. Ardashës, ose në një investim kulturor në përgjithësi në gjeneratat e reja. Vërtet. Në kohë, Rina u përmend programi për familjen, cilën je e përfshirë, si u bëre pjesë e këtij projekti dhe çfarë do thotë për ty t'jesh aty? Programe për familje, pak a shumë ka rezultu pak si rrjedhoje e profesionit që e kom pas edhe punës që e kom bu tash 6 vite.
ku në përgjithësi me anë të studimit psikologjisë dhe të metodave alternative të edukimit, kom arrit që me përdor kulturën edhe artin për programe jashtë kurikulare ose në bashkëpunim me shkolla, ose do me thonë në si pjesë e institucioneve të ndryshme, ose jo qeveritare, ose në këtë rast edhe brenda një institucioni publik. Gjithmonë edhe në bashkëbisedim me arsimtar, edhe në bashkëbisedim me prind, gjithmonë i kam dëgju, do me thonë, problemet që i kam pas, që nuk kam pas shumë hapësira alternative për me kalu kohë me fëmijët e tyne, ku e kini element edhe të qefit, të argëtimit, edhe të njëjtën kohë është një element i edukimit brenda saj. Edhe kjo, sidomos, kur e shtojmë edhe aspektin financiar, se gjitha programet, gjitha aktivitetet na i kemi pa pagesë. Kjo do me thonë prej fillimit, kur kom fillu me apliku që të lojtë të programit, ideja është punëtorit apo eventet në gjarjet janë të hapuna për të gjithë, janë publike, edhe të shumë të në raste fëmijët as materialet nuk ka nevoj me i sjellë, do me thonë i mundësojmë gjitha materialet që ka do që është e nevojshme. Kështu që edhe përmes Bienales së Manifestës, kom pas rastin me punu në Qendrën Kulturore Center for Narrative Practice, ku e kom zhvillu pikrisht programin e edukimit komunitetev, me një program kogja të gjerë, kemi pas aktivitete dhe program të shkollav, po edhe në vikend programin e familjev. Ka pas përfshirje dhe të aktivitete si shfaqjet filmav, do me thonë shumë aspekte kulturore të metodave alternative të edukimit, qështu që quhet. Pas përfundimit të manifestës, punës që e kemi bo shumë sukseshme, pas taj në bashkëpunim me Galerinë Kombëtare kemi vendosur që me përfshi qëtë programe vazhdu tutje dhe me përfshi edhe si pjesë të programit të edukimit galerisë. Kjo në përgjithësi është një qasje që tash e pak vite është u përhap në përgjithësi edhe në institucione publike të artit në Evropë edhe më tej, se gjithmonë institucionet të artit, sidomos vizual, janë pasi hapësira që veç publiku do të me ardhë, me pa edhe me u largu. Kështu që ideja është me pas një bashkëveprim kur vjen në hapësirë, dyert janë të hapura për të gjithë, është ideja që hapësirat publike janë për publikun, kështu që po janë të hapuna për më u shfrytzu. Fatmirësisht në Galerinë Kombëtare e kemi edhe hapësirën e programit publik, ku edhe i zhvillojmë gjitha këto aktivitetet me fëmijë që i kemi. Ideja është se cili vizitor apo pjesëmarrës që vjen me undi që mundet me ardhë kurdo që donë, me përdor hapësirën, me vizatu, me ngjyros, me pa ekspozitën, kështu që kjo është, kisha me thonë që është një qasje që e kemi zhvillu matutje programin e edukimit pikërisht edhe për faktin që po e bojmë shumë atë rregull, se audiencën mundemi me zhvillu në qëtë formë. Do me thonë, kur vjen një herë, 2 herë, 3 herë, ndihesh shumë akomod dhe ndihesh që hapësira është e të gjithëve. Programi e edukimit, që shtahet e Vlora, tash gati 2 vite, paka shumë buhën, që e kemi përfshi edhe qëtë programin e familjes, e familjeve, përfshin aktivitetet të ndryshme. Do me thonë, përveç përshtatjes me tematikat e ekspozitav, tentojmë që edhe teknikat të ndryshme mjë mësu fëmijëve. Për shembull, nëse kemi të bëjmë me fotografi, e kemi punëtori që kanë të bëjnë me aspektet ndryshme të fotografisë, ku gjithmonë hen edhe aspekti praktik, jo vetëm teorik. Nëse kemi grafik, mundohemi me bo diçka me linogdhendje, nëse kemi pikturë, si gjatë këtyre ditëve fokusohemi ma shumë në teknikën e pikturës, kështu që do me thonë mundohemi me i kap gjitha kapak. Edhe është e bukur kjo, apo jo Vlora, kur fëmijët vinë, mund pikturojnë vetë, por ndërkohë mund të shohin edhe një ekspozitë profesionale që është aty ekspozuar brenda objekteve të galerisë. Po nga momenti i parë i idesë, deri sot që flasim 2 vite pas, sa është zhvilluar ashtu siç e keni parashikuar që do të zhvillohet ky program? Unë mendoj se është në hapat e mirë, tashmë njihet galeria për programin e edukimit, njihet për punëtorit kreative, për fëmijë, shpesh kemi ka raste kur bëjmë mbrëmje për pikturë dhe për tritur, njerëz profesioneve të ndryshme bashkohen me pikturu ose me bo punë tjera të artit bashk, që e kanë vlerësuar që është shumë relaksuese për ta. Deri tash mendoj që është zhvilluar sa duhet, po më në kushtet edhe rrethanat që kanë qenë
që kanë ekzistu, po mendojmë me zhvillu edhe matutje, mu decentralizu pak, me dalë edhe në hapësira tjera, për shkak me shku në përshkolla me zhvillu programe. Neve që kemi bo një platformë, një loj, është thirret loja Kush jam unë, është një loj me letra, cilën e kemi prezentu edhe në studiot e juaja, duket para qatë vitë dhe kur është lansu. Loja, kemi fillu shpërndarje në përshkolla, është loj quiz, është shumë e thjeshtë për me lujt, por për me saj mësojnë për artistët kosovar, janë të përfshim 63 artist prej që janë pjesë e koleksionit të Galerisë Kombëtare, sepse vetëm atë drejtë kemi për kur publikojmë diçka, publikojmë që me fotografit veprave që i kemi në, më me thonë, kemi autorsin për me i publiku, ma ndej këto veç kemi fillu mi shpërndarë për shkolla, por edhe kur kanë ardhur shkolla si vizitor me nxënësit e tyne në galeri, kemi lujt lojën bashkë me ta, edhe ma ndej ju kemi prezentu edhe ata ju kemi dhonë kopje të lojës që ata mi pas në shkollën e tyne dhe me i shfrytzu për me mësu historinë e artit Kosovën, praktikat e ndryshme të artit vizual, kështu me ratë, por mendoj që këto platforma do të më zhvillu edhe matutje. Kemi pa shumë pilekove të fundit, kam lexu ka disa artikuj që hullumtus në shta edhe studiu se Rita është po e din vlerën ma shumë të historisë artit Kosovës edhe artistave gjeneratës parë dhe kohës kur ata kanë fillu me i kanë vënu bazat se temelin e artit vizual, po flasën në këtë rast në Kosovë, edhe mirë po generatat e reja shumë pak i njohin, nuk janë publiku shumë, sepse normalisht që sot në për media sociale shumë a shumë përdoren, po mënej, ose promovohen artistat e ri, sukseset e tyne, sepse ata kanë mundësi shumë a shumë e lëviz, mirë po generatat e vjetra ma pak njihen. Kështu që në përshkolla e kanë vrej që nuk njohin artistat vizual, ma shumë njohin nështë zhanrit tjetër, fushën e muzikës, ose... Që janë më të ekspozuar edhe më komercial. Po, ma komercial nështë, ose edhe kështu që kemi pa gap, me thonë, që të mangësi që duhet galeria me inicu nështë ma shumë programe që me njoftu sa ma shumë generatat e reja dhe publiku me njoftu me në historinë e artit Kosovës, me koleksionin e galerisë, me artistët cilët falë ty nësot dhe kemi koleksionin edhe kemi një histori të artit në vend. Rina, nëse flasim për programin, janë ditë të caktuara brenda çdo muaji dhe ngushten e shfrytzuar që ta kemi këtë program gjatë këtyre ditëve. Sot ka qenë dita e parë, do të ketë edhe 3 ditë të tjera në vazhdim, por më pasaj do të vazhdohet edhe gjatë muajit shtatore tetore të tjera, kështu që përse gjitha janë publike, po hajde flasim shkurtimisht pak edhe agjendën e këtyre ditëve, sepse ne do ta kemi edhe një material shumë shpejt, pikërisht nga galeria, për t'u ofru shikuesve një pamje të qartë asaj çka sot po e flasim, po do ta kemi të detajuar nga galeria, po hajde përmendim këto 3 ditë që kanë mbetë këtij muaji. Programin zakonisht mundohemi me apliku, sidomos prej muajve nga shtatori në qershor, e marrim 2 vikende në muaj, kështu që 4 punëtori në muaj. Për qatë gushtit, tash e dim që edhe fëmijët nuk kanë shkollë, kështu që kemi ofru edhe gjatë ditëve të javës, se e dim që gjithmonë kërkojnë me po diçka në shtatë dhe gjatë ditës. Kështu që prej sot deri të dielën, çdo ditë ka punëtori prej orës 11 deri në ora 1 në mëngjes. Sot e kemi pas punëtorin e pejsazhit me ngjyrë kafe, ku kjo ka rrjedhë direkt si inspirim prej punës së Adem Kastratit, prap artist që kemi si pjesë të koleksionit edhe të ekspozuar në ekspozitën aktuale. Nesër kemi me u fokusu ma shumë tek dronjt, tek llojet e ndryshme të dronjve, me teknika të ndryshme kemi me punu, pra piktur, po edhe me disa teknika tjera. Kjo punëtori është inspiruar prej punës e Nimon Lokaj. Të shtunën kemi media të përzira, kemi me punu si pak si kollazh, quhet My Secret Garden. Ideja është me zhvillu se cili fëmijë ka me kriju një kopsht të vetin ideal, apo imagjinoar.
Edhe të dielën, për m'ju kthy prap disa prej punëve që kemi pjesë të koleksionit, kemi me punu me tekstil, me fije, me thurje. Do me thonë qyshe thashe edhe ma herët, gjithmonë mundohemi që ose një teknikë, ose një pamje, ose diçka gjithsesi me lidh me ekspozitën aktuale. Metodologjia që aplikojmë në aktivitetet me fëmijë gjithmonë fillon me një udhërofim të ekspozitës, ku udhërofimi është bashkë bisedim me fëmijët. Nuk është vetëm tur, si të themi, kështu ma tradicional, po mundohemi me bu pyetje, me ishtime, me zhvillu pak anën kritike, qysh me analizu artin, qysh me analizu pikturën, qka po shet diçka interesant, cilë është dallimi mes njënës pikturë mes tjetrës, për shembull të teknikës pikturës, ose të ngjyrave, ose elementeve, simboleve që janë përdorur. Kështu që ideja është, domethënë, me zhvillu gjithë edukimin e artit, edhe nga i teorik, edhe me mësu synin, qysh me pa një pikturë, qysh me analizu diçka, apo një vepër arti, edhe tek praktika pastaj që do ulem edhe për 1 orë gjysmë, punojmë këgjalirshëm. Gjithmonë mundohemi, përderisa e kemi një temë specifike të punëtorisë, ka edhe fëmijë për shembull që vinë 4 vjet, 5 vjeç, kështu që mundohemi gjithmonë me akomodu secilin fëmijë që vjen. Ideja është prindërit apo kujdestarët me qëndru në hapësirë edhe me qenë një moment që edhe ata e kalojnë bashkë, po gjithmonë në fasilitimin e edukatorës që është në hapësirë. Nëzi po presim e po edhe materiale që ta realizojnë nesër edhe do ta sjellim për shikuesit tonë edhe mënyrë që t'i shohim mirë edhe ambientet, por edhe këto punëtëri shumë të lezetshme që organizohen me fëmijë. Vlora edhe Rina, faleminderit shumë që ishit pjesë e programit tonë pas ditës sot. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.